Flia e kuksit, specialitet tradicional i garantuar. Regjistrimi i flisë si produkt CDG, specialitet tradicional i garantuar, shënon hapjen e parë dhe të regjistrimit të flisë, pjesë të trashëgimisë son kulinare duke ruajtur recetën autentike. Regjistrimi i flisë si produkt SDG, specialitet tradicional i garantuar, kjo ngjarje shënon hapjen e parë dhe të regjistrimit si pjesë të trashëgimisë son kulinare duke ruajtur recetën. A2CNN mësoi se flia e kuksit ka kaluar testet dhe verifikimin të përputhshmërisë për të gustit gjeografik, emërtimin e origjinës dhe traditës për të marrë kështu logon kombëtare të prezantimit në treg si specialitet tradicional i garantuar. 5 gra vendase gatuan fli tradicionale e cila u shijuan në një degustim si hapi i parë të regjistrimit të saj si specialitet tradicional i garantuar. Aktualisht Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka certifikuar deri tani me emërtimin specialitet tradicional i garantuar 4 produkte tipike: djathi i zjem, beleqik Shkodër, mjalti i Bedonicës, përmet, djathi i Dhis, bjeshkët të Runjës si dhe djathin e Mishavinës të Kelmendit që japin një vlerë të shuar traditës son nga veriu në jug.